Sonte në mbrëmje në orën 21 në ekranin e Vision Plus pritet të transmetohet Nata e 7 Prime, një puntatë në të cilën emocionet janë në kulm ndërsa konkurrentët përballen me sfida gjithnjë më të forta dhe vendime për rrugtimin e tyre në garë. Sa bukur. Pas një jave të mbushur me dinamika, diskutime dhe përballje, publiku është në pritje të zhvillimeve të reja që pritet të sjellë kjo mbrëmje. Ndërkohë, votat pritet të luajnë një rol kyç, duke përcaktuar se kush do të vazhdojë garën dhe kush duhet të përballet me sfida apo të largohet nga formati. Pas ka ardhur një zarf për Adin. Spektakli premton tension, emocione të forta dhe momente të papritura që do të mbajnë të mbërthyer teleshikuesit deri në fund. Nata e 7 Prime vjen si një pikë kthese në këtë rrugëtim, ku çdo detaj ka rëndësi. Loja tani më duket se ka marrë një tjetër drejtim. Romancat të reja kanë nisur në ferm. Pas festës së ditëlindjes së Klodit, gjithçka ka ndryshuar. Menjëherë, pas puthjeve e përqafimeve, Vanessa dhe Indri kanë zhvilluar një bisedë të gjatë, ku aktori është shprehur se nuk është gati të ketë një marrëdhënie dhe ka sqaruar se nuk dëshiron të krijojë iluzione mes tyre. Nga ana tjetër, a ka lindur një ndjenjë re mes Fabiolës dhe Adionit? Një dasmë në ferm mund të ndryshojë gjithçka. Adi! Të gjithë syt janë drejtuar drejt ekranit të Vision Plus për një tjetër mbrëmje që pritet të lërë gjurmë. Detajet patjetër do të marrin vëmendje gjatë spektaklit të sotëm, duke nisur nga ora 21 në ekranin e Vision Plus dhe në live stream në YouTube.